Rikthehen rreshtet e dëborës në vend. Çfarë pritet me motin për orët në vijim? Orët e paradites do të paraqiten në mbizotërimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të vendit, ku hera herës vranësirat do të pësojnë zhvillim duke gjeneruar rrebeshë shiu në të gjithë territorin, më të dendura në zonat veriore dhe veriperëndimore. Ndërkohë, orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin dëndësim të vranësirave si dhe shtim të intensitetit të rreshjeve. Rikthehen rreshtet e dëborës në zonat e thella malore në lartësinë mbi 900 metra. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rënjë të tyre duke u luhatur nga 2 gradë Celsius, vlera minimale e shënuar në qytetin e Peshkopis deri në 19 gradë Celsius, vlera maksimale e cila pritet në qytetin e Vlorës. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare për gjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 40 km/h nga drejtimi veriperëndimor. Përpasoj në brigjet detare do të krijohen dallgëzim 3 ball.